dhe lavdërimet I takojnë krijuesit të 7 qiejve dhe tokës. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe ai është Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut të Madhërisht qoftë mbi të. Edhe pak malja. Bekimet e Zotit të Madhërisht qofshin mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij të sinqertë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e Tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar xhamatli, të respektuar dhe nderuar rini, ligjërata e parë në muajin prill. E që tema do të jetë e ndërlidhur me atë që jemi duke pritur me një pritje të veçantë. I mençuri, besimtari dhe besimtarja, muajin e Ramazanit, muajin e Kur'anit famëmadh, e pret me kënaqësi të veçantë dhe përgatitet që prej këtij muaji të përfiton shumë në të gjitha aspektet. Unë po kam dëshirë të specifikohem, po kam dëshirë se nëse e shtrojmë pyetjen, çfarë është ajo që e ka bërë kaq të shejt këtë muaj të madhreshëm nga muaj tjerë, pa asnjë diskutim, është zbritja e Kur'anit fisnik në këtë muaj të madhreshëm. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Krijuesi I madhreshëm u ka tërhequr vërejtjen dhe I ka bërë thirrje besimtarëve duke bërë me dije se ky muaj I Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani. E që Kur'ani fisnik është mrekullia më sublime që është ndihmuar apo që është nderuar I dërguari I Allahut Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut të Madhërisht qoftë mbi të. S'ka dyshim, numri I të dërguarve vetëm Zoti I Madhërisht e din sakt, por është një numër I madh që ka pasur njerëzimi të dërguar. Do të një numër I madh mbi 120.000 të dërguar, që të gjithë të dërguarit kanë qenë të ndihmuar nga krijuesi 7 qiejve dhe tokës me mrekulli. Por ku është dallimi mes mrekullisë Muhamedit që është vula e të gjithë të dërguarve dhe specifikën që e ka që nuk e kanë pasur asnjë I dërguar, nuk është dërguar Muhamedi vetëm për popullin e tij, gjithsesi Jaziratul Arab, por është dërguar për mbar njerëzimin. Dhe libri I tij, gjithsesi Kur'ani fisnik, nuk është libër që ka zbritur për një kohë dhe për një vend, por I përfshin të gjitha kohërat dhe të gjitha vendet dhe të gjithë njerëzit kudo që jetojnë deri në ditën e llogarisë. Dhe ku është dallimi? Dallimi është se të gjithë të dërguarit janë forcuar me mrekulli, por mrekullitë e tyre kanë qenë ndjesore. Musa alayhis salam është forcuar me atë mrekulli që I ka sfituar dhe I ka gjunjëzuar magjistarët më të mëdhej të asaj kohe. Dhe pa asnjë diskutim, ndoshta nuk arrihet magjia si të themi dot, nëse themi dot si shkencë, asnjëherë më shumë se sa në kohën e Musait alayhis salam. Dhe Musa alayhis salam me shkopin dhe me mrekulli tjera I ka gjunjëzuar të gjithë. Të gjithë, dhe ajo që është çudi se të gjithë ata që kanë qenë ata në prezencën kur është bërë dot ajo dita e prezantimit të magjistarëve të Firaunit dhe mrekullisë së Musait alayhis salam, të gjithë e kanë pranuar realitetin se kjo është një mrekulli dhe kanë pranuar të dërguarin Musa'in alayhis salam si të dërguar. Kështu ka qenë edhe me Isa alayhis salam, ku në atë kohë mjekësia ka qenë thojase më zhvilluara.
Dhe Isa a.s. I ka sfiduar të gjithë, duke bërë atë që njeriu nuk mundet për ta imagjinuar. Pra ka mundësi do që njeriu ta ringjallë të vdekurin, përveç se këtë e bën ekskluzivisht vetëm Zoti i Madhërisht. Ose ta shëroj do të verbrin i cili ka lindur i verbër. Askush nuk ka mundësi do ta bëjë do të. Mirë po, mrekullia që ka qenë do tek Isa a.s. ka qenë që sfidim për të tjerët. Edhe i dërguari Allahut Muhamedi, paqja dhe mëshira Allahut të Madhërisht qoftë mbi të, edhe ai është forcuar me mrekulli që ka qenë djesore dhe janë do të shumta, por mrekullia më e madhe është zbritja e Kur'anit, që prej momentit që ka zbritur është sfidë. Edhe kjo sfidë është e hapur deri me tani dhe deri në ditën e fundit, që i sfidon të gjithë ata që nëse kanë dëshirë për ta sfiduar Kur'anin fisnik, edhe në formën e gjuhës së lartë, që në atë kohë ka qenë do të mrekullia më e madhe, gjuha stilistike dhe oratoria dhe ajo farë gjuha apo elokuenca që e ka pasur Kur'ani, i ka mahnitur oratorë dhe poetët më të mëdhej që ka pasur ndoshta ndonjëherë do njerëzimi. Arabët para botës, e dini me çfarë janë mburur, vetëm me oratorin dhe gjuhën e lartë dhe të pastër arabe. Zoti i Madhërisht me din du të me dinë e ti absolute, urtësinë e plot pse Zoti i Madhërisht e ka zgjedhur që fjalët e tija të zbresin në gjuhën arabe. Por pa asnjë diskutim, dihet botërisht se gjuha arabe është gjuha më e pasur në rruzën toksor. Për shembull, vetëm për mjaltin janë 80 emra nëse hap fjalorin arabisht. 80 emra për mjaltin. Nëse e shikon do të emrin ujk, dhib, janë 200 emra. Nëse e lyp do të fjalorin do të arabisht dhe ke dëshirë me ditë sa emra i ka luani, esed, i ka do të mbi 500 emra. Imagjinoje, nëse do të mendon të azon do të shpata është shpat, që në atë kohë do të ka qenë arma kryesore, ka mbi 1000 emra shpata. Dhe arabët në kohën kur ka filluar do zbritja Kur'anit fisnik, ka qenë në kulmin e oratorisë dhe gjuhës së lartë, që kur kanë folur ata të tjerë si kanë kuptuar. Pra kanë thurur poezi, kur kanë qenë do të në luftë, kur kanë qenë do të në pace, kur kanë qenë do të në pikëllim, kur kanë qenë do të në vdekje, kanë thurur poezi dhe ato poezi janë do të referencë sot për gjuhën arabe. Dhe kur ka filluar zbritja e Kur'anit fisnik, për njerë i ka bërë do thirrje, sfidë, që nëse keni dëshirë për të prudut, për ta sfiduar Kur'anit, atëherë sjellni diçka të ngjashëm, por s'keni mundësi. Por nëse nuk keni mundësi do të përcjellni do të 114 kaptina, atëherë do të sjellni do të 1 kaptin, por edhe këtë do të, nëse nuk keni mundësi, atëherë do të edhe 1 citat kur'anor, edhe këtë do të s'keni do të mundësi. Edhe kjo sfidë është deri më tani, dhe do të jetë deri në ditën e llogarisë. Mos mendoni që arabët, mos mendoni në kohën e tij, sidomos armiqtë të përbëtuar të Islamit dhe të Muhamedit dhe të mesazhit që i ka pasur Kur'ani fisnik, nuk kanë qenë të mençur, nuk kanë pas njohuri do sa i përket kësaj çështje. Kanë qenë do të më të mençurit në aspektin e oratorisë dhe gjuhës arabe. Mirë po, e kanë pasë, kjo është më të vërtet, diçka që nuk i përgjason fjalëve të njerëzve, nuk i përgjason asë njëherë do të poezizë, nuk i përgjason asë njëherë do të fjalëve të është fjalë mrekulli. Në fillim, i dërguari Allahut ka qenë do t'i vetëm, dhe ata që e kanë besuar kanë qenë do të në gishta. Dhe disa një periudhë ka thirrur të tjerët, apo i ka thirrur do të me zbritjen, gjithsesi me leximin e Kur'anit fisnik, dhe me shpjegimin e Kur'anit fisnik, i ka thirrur në mënyrë ilegale, në mënyrë të fshehur. Dhe shtëpia që ka qenë do që ka bërë do të për çdo natë ka qenë do të shtëpia e Arkamit. Kjo shtëpi ka qenë do të shumë afër Çabes, që i bën që Çabja ka qenë do të ajafar epicendra.
Dhe shtëpia e këtij sahabiu të ndershëm ka qenë dot afër malit Safa. Disa prej haxhive që kanë qenë dot në haxh e din Safa dhe Marwa. Ai far guri apo dot ai far mali thuhet Safa. Afër çasaj malit ka qenë dot shtëpia e këtij sahabiut. Dhe paria mekase e kanë ditur këtë realitet. Se i dërguari Allahut është duke lexuar Kur'an dhe e kanë ditur madhxhepjen dhe fuqinë e Kur'anit që ka dhënë tek njerëzit. Por për shkak se është larg qendrës dhe për shkak se është numri shumë i vogël i atyre që po e pasojnë dhe kanë besuar Muhamedit alayhis salam, ata nuk e kanë pasur diçka që pengesë. Mirë po e kanë ditur se ku është vendi. Dhe një ditë prej ditëve, Ebu Sufjani, Ebu Xehli do të ka qenë dot armiku i përbetuar dhe ka vdekur si pa besimtar në luftën e Bedrit. Është vrarë. Ka qenë dot i përbetuar, mirë po, në aspektin e oratorisë, në aspektin e elokuencës së gjuhës arabe, ka qenë dot prej më të njohurve. Edhe një ditë vendos për të shkuar për të dëgjuar dot kur ka qenë dot ai afar mesnata, për dëgjuar dot leximin e Kur'anit që ka bërë dot atyre që kanë qenë afër të dërguarit të Allahut. Dhe nuk ka qenë vetëm Ebu Xehli, por ka qenë dot edhe Ebu Sufjani, i cili dot për të gati dot deri dot mas çlirimit, ka qenë dot edhe ai i cili ka luftuar dot Islamin dhe Kur'anin dhe Muhamedit, pasi dhe mëshira e Allahut të Madhëshëm qoftë mbi të. Një natë prej natëve shkojnë dot edhe e ndëgjojnë dot të dërguarin Allah duke lexuar Kur'an dhe duke bërë shpjegim atyre pak besimtarëve që kanë qenë në shtëpinë e Arkamit. Dhe pasi që e përfundon i dërguari Allahut, atëherë shka për derdhën. Shumon dalin dot, vinë për të shkuar dot secili dot në shtëpitë e veta. Pa pritmas, Ebu Xehli, Ebu Sufjani, edhe njëri prej atyre që ka qenë i përbetuar, takohen dot fytyrë për fytyrë. Dhe kur e shohin dot njëri tjetrin, të gjithë pyesin se ku ishe. Dhe të gjithë nuk kanë pasur dëshirë për të thënë realitetin se kanë qenë duke ndëgjuar Kur'anin e që do tërë ditën e kanë luftuar mesazhin e tij. Dhe kjo do të ndodhë dhe fillojnë do të me bisedu, kështu që i thojnë do të njëri tjetrit që japin do të bëjnë betim, që të mos shkojnë do të më asnjëherë, dhe japin fjalën njëri tjetrit dhe betohen që nuk do të shkojnë do të natën e ardhshme apo ndonjë natë tjetër për të dëgjuar do të prap atë që u lexon i dërguari i Allahut. Dhe kështu do të vendosin. Mirë po, në natën e ardhshme, njëri prej tyre thotë që me siguri ata do të nuk e thejnë do të betimin, arsye se betimi është betim, kështu që unë po shkoj do të vet. Pse do të ka shku? Për shkak të fuqisë që ka pas leximi i Kur'anit të Madhëshëm, fjalëve që janë do të në Kur'anin fisnik. Dhe shkon e gjen dot një vend që është më i errë dhe i fshehur, edhe me veshin afrohet dot tek vrimat e shtëpisë. Vrimat atë shtëpive ka qenë dot më të mëdha që ka pas mundësi dot më ndëgjuar shumë kthjellë ajo që bisedohet dot brenda shtëpisë. Dhe pasi që të fillon dot për të zdritur ose pasi që përfundon i dërguari i Allahut, kështu që vëzhgojnë dot mos është ardhur ndokush apo është ai i vetëm, edhe pa pritmas apet takohen të tretit. Edhe kjo ka ndodhur disa herë, që edhe pse kanë dhënë premtim se nuk do ta ndëgjojmë, prapë do të ka ndodhur kjo. Pse do ta thu? Për arsye se Kur'ani fisnik është fjala e Zotit të Madhërisëm, që ka zbritur në gjuhën e pastër arabe, e që brëndësia e saj, përbërja e saj, substanca e saj, është ende dhe më mrekulli. S'ka dyshim. Kur'ani fisnik është mrekulli, çdo shkronjë, çdo fjalë, çdo citat. Edhe Kur'ani fisnik atë sfidën e parë që ka bërë dot njerëzimit në atë botë, ka qenë dot gjuha e lartë. Gjuha e lartë dhe elokuenca që është në Kur'anin fisnik. Por s'ka dyshim do të pastaj do të është ajo mrekullia e cila që do të tasviri, ajo që është do të e ilustrume, që ti s'mundesh me gjetë do të 2 apo 3 citate kuranore, lexon do të nëse lexon do të në origjinal dhe kupton, të duket se je duke e shikuar do të me sytë e ballit, edhe me sytë e zemrës. E shef ti një ngjarje që ta tregon Kur'ani fisnik, sikurse që më i pastër se çfarë do filmi që është i bukur dhe i mirë.
sidomos kur flet për shkrimin e xhenetit dhe të mirat e xhenetit, apo do të për xhenemin, apo ndonjë ngjarje që ka ndodhur mes ndonjërit prej të dërguarve të Allahut, e vren se çfarë ilustrimi të bukur bën. Dhe s'ka dyshim që pastaj do të është mrekullia shkencore. A e dini që i dërguari i Allahut ka bërë do të sharime dhe e ka sqaruar Kur'anin fisnik, por a e ka sqaruar të tërin? Përgjigjja është jo. A e ka komentuar i dërguari i Allahut tër Kur'anin? Përgjigjja është jo. Pse? Për arsye se po ta kishte komentuar i dërguari i Allahut tër Kur'anin fisnik me mentalitetin dhe botkuptimin e para 1400 viteve, ne të gjithë do ta kishme refuzuar. Por, po ta kishte komentuar të tër Kur'anin, për arsye se në Kur'anin fisnik, flet do të në mënyrë shumë të detajshme për krijimin e shtatqeve dhe tokës. Flet do të për krijimin e njeriut, flet për fenomene fizike, kimike dhe astronomike dhe anatomike, në mënyrë shumë të mrekullueshme, që është mrekulli, e që këto të vërteta janë zbuluar si fal teknologjisë dhe mendjeve të ndritura, krejnë në fund shekullit 20 dhe 21. Pra, po ta kishte komentuar këto citate i dërguari i Allahut me gjuhën dhe vërtetësinë e kohës së sotshme, të gjithë ata që kanë qenë në kohën e tij do ta kishin refuzuar, për arsye se kishte qenë diçka që është e pakashme. Pa në kohën para 1400 viteve ka qenë do të bëhet kuptimi se malet janë shtylla që e mbajnë qiellin mos me radhën tokë. Kështu ka qenë bëhet kuptimi, jo vetëm tek arabët, tek të gjithë. Se toka është do të mbi një balen e që do të ajo e mban mendime që do të janë do të mahnitshme. Kurse Kur'ani i Madhërisht flet do të për çështje jo vetëm për tokën, për lëvizjen e tokës, jo vetëm për rreth, jo do të por flet do të para ato që është para 14 miliard viteve. Po nëse do të është e vërtetë do të ajo që është ajo sipas shkencës së astronomisë, se zona filla e Big Bangut është para 15 miliard viteve do të parafërsisht. Kurse krijuesi i Madhërisht në këtë sferë flet atë qartë, atë rrjedhshëm, atë bukur, sa që edhe ai para 1400 viteve e ka perceptuar, por edhe astronauti dhe fizikanti dhe shkencëtari më i mirë edhe më i ditur e kupton dot me shumë lehtësi. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Thot Zoti i Madhërisht, a nuk e kanë parë ata që kanë mohuar, pra pa besimtarët, se qiejt dhe toka kanë qenë ratqa. Çka do thotë ratqa? I bën do të kanë qenë do substancë e përzime. Kanë qenë do të një, kanë qenë të ngjitura. Fafataqnahuma, dhe ne jemi ata që i kemi ndarë. Fafataqnahuma, dhe ne jemi ata që e kemi ndarë. Pra do të zonafilla e kësaj gjithësie është se ka qenë do të me atëfar 0 pikë. Që ka qenë do të ajo që do të është bërë prej asgjës. Dhe shpërthimi i madh që quhet do të Big Bang është pastaj ajo që është ndarë dhe çdo send e ka marrë në vendin dhe pozicionin e saj, me një shpejtësi që po të ishte vetëm pak më shumë do të ishte shkatëruar çdo gjë, ose po të ishte më pak e ngadalshme do të ishte shkatëruar prapë çdo gjë. Pra është ai i cili e ka bërë këtë ndarje. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, dhe kemi bërë ujin bazë jetike për çdo gjë, a nuk besoni? Për shembull, do të kapitullin Ar-Rahman, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Është citat kuranor, që nëse ti do të lexon këtë citat kuranor, dhe e merr do të një prej fotografimeve më të sakta dhe më të bukura që ka bërë do të NASA do të pas vitit 2000 apo në vitin 2000. Në vitin 2000 shkencëtarët me teleskopet e tyre gjigant kanë arritur për ta perceptuar një yll i cili është në fundin e jetës së tij. Për arsye se edhe yjet kanë lindje, kanë zhvillim, rriten, janë në atë fazën sikurse do të njeriu që është në atë fazën e rinisë dhe fuqisë, pastaj do të dobësohet dhe vdes.
Dhe vrimat e zeza janë ato që varrosën vrimat e zeza. Kanë arritur për ta zënë dot pozicioni që para se mu shpërthy, që janë këto fenomene shumë të rralla dot në univers, janë të shpeshta, por njeriu dot me teknologjinë që ka, këto pozicione janë të rralla që i zën. Dhe kur e kanë zënë që ky ylli gjigant, që ka qenë dot me një largësi jashtëzakonisht dot të madhe, pasi që është shpërthy, është shndruar në një trëndafil roz jashtëzakonisht i bukur, sikur si një trëndafil që ka dot brenda atfar gotën e kaltër, edhe pastaj me ngjyrat e kushërramta dhe të bukura. Precizohet tek stati kuranor. Fa idha shaqqati as-sama'u, dhe kur të çohet qielli, fa kanat warda. Shoqë do të është mulla shkallë do të e dim do çka do të warda. Arsye do të është gjuhë vitën e dytë dhe warda i thon trëndafilit. Dhe kur të çohet qielli dhe të shndrohet në një trëndafil, këtë dihen, sikurse ngjyrat e kushërramta dhe të lloj-llojshme. Por këtë stat kuranor për ta komentuar është kjo fotografi. Është kjo ka fotografi. S'ka dyshim, kanë dhënë dot mendime dot Ibn Abbas, kanë dhënë mendime dot komentatorët, por janë disa citate që nuk janë komentuar dot ende. Sepse është mrekulli deri në ditën e llogarisë. A dini që në Kur'anin fisnik, në aspektin matematikor, është që të mahnit, për shembull, është përmendur muaji shahr 12 herë. Pse? Pasi 12 muaj janë. Fjala jaum, që ka do të përkthimin ditë, është përmendur saktësisht 365 herë. Çfarë do thotë kjo? 365 ditë kemi do të ne. Pra është diçka që do të mahnit. Pra është përmendur burri, gjithashtu është përmendur dhe gruaja në të njëjtin numër 24 herë. Saktësisht në të njëjtin numër. Është përmendur gjithashtu edhe përqindja e ujit dhe krahasim do të me tokës, 71 do të me. Është diçka që do të mahnit. Kur të folësh për kapitullin El Hadid, katina e hekurit, është diçka që e mahnit njeriu i cili i njeh fenomenet fenomenet që janë do tek hekuri apo tek magazu me diamante kështu me radhë. Kështu që jemi do të edhe pak ditë për të ardhur tek muaji i madhërisëm, ajo që do të më së shumti t'i kushtojë rëndësi është që ta shijoni ëmbëlsinë dhe të mundoheni që përveç leximit dhe ta praktikoni Kur'anin fisnik. Edhe nëse arrin do të bëhesh i tillë, dije që e ke fituar këtë botë dhe e ke fituar botën tjetër të përjetshme. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.